regjizori i madh Mjallaq Lorasi, e mbi të gjitha që punova me aktor të mëdhenj në radhë parë si Kadri Roshi. Ishte një rol që në fillim u freksova, po punova shumë tha dhe regjizori që e te kalova atë frikën. Është kënaqësi ku në repertorin artistik tani të vinë role të tilla. Sepse kur janë role të shkruara që kanë mendime, drama, ngjarje, veprime, ndihmojnë dhe aktorin, pastaj puna që ka aktori e zmadhon, e evidenton mbi të gjitha e vën në dukje. Isha dhe re atëherë, kisha dhe moshën. Kështu që mbetet nga rolet e mia të dashura. Bashkëpunimi me Kadriu? Kadriu ishte aktor i madh. Ai ishte qef të dëgjoje një logjik të hekur, do thoja, të saktë. Mendimin i themin e bënde si fije kadaifi. Ishte një partner që se aktori ka nevojë gjithmonë për partner. Edhe ai dialogu e Zot Klea, siç ishte i shkruar dhe nga autori Figueredo. Është një nga dialoget, do thoja, që është dëgjua e mirë apo e keqe, edhe kjo grua e bukur që i mungon dhe mençuria arrin të bjerë dhe një gjuhë e Zotit. Falenderoj. Falenderoj regjizori Kadri Roshin e madh, mbetet një nga kujtimet më të bukura të punosh me aktor të mëdhenj, se unë isha shumë më e re në moshë dhe përvoja atëre ka qenë ime pakët, edhe Kush ishte regjizori? Mjallaq Lorasi, e thash. Por bashkëpunimi gjithmonë është frutëdhënës. Ka nevojë njeriu, sado aktori madh ti është, ka nevojë për regjizor. Regjin unë e çmoj shumë në një vepër artistike. Po dhe partnerët është gjë e madhe, mbi të gjitha atëherë ekziston dhe një klimë e shkëlqyer në teatr. Sepse të gjithë kishin ardhur në teatr me dashuri për teatrin. Erdhën nga gjithë Shqipërisë, aktorët nuk erdhën për të marrë një rol. Kështu që ajo punë atëherë bërë me një disiplinë, do të thoshja, një përkushtim të jashtëzakonshëm, ka dhënë dhe frutet e veta. Po nga dimri i fundit? Dimri i fundit është në kinematografi, mbetet ai filmi mrekullueshëm me atë dëbor të bardhë, po me atë punë të bardhë, do të thoja. Të bardhë nga të gjitha. Djemë të tanë luftojnë në male. Djemë të tanë luftojnë në maleve, ne i rrimë gjithmonë pranë, pushka jone është e nxehtë, pushka partizane. Na më shano, na e lafi. Margarita, ishim në Paris, u shfaqën disa filma dokumentar nga Ministria e Jashtme franceze, dhe ishte një kompozitore grua franceze, i kam dhënë televizor. Është kompozimi i madh, kolon zanore me muzikën e dimrit të fundit, ecëm në rrugët e Parisit duke kënduar. Ajo është kolon zanore e Një madhe. gjë e bukur nuk është vetëm është botërore, të thoj, arti. Janë arti që ngacmon shpirtin njerëzor. Prandaj dhe ajo ka. Ato mbrëmjet natën që ne kërcenim jashtë Janë në dëbore. romantike, janë të papërsëritshme. Çfarë ka thënë Margarita Xhepa? Ka thënë që kaq u bëra artiste, skena të tilla s'kam parë. Mi thua edhe një? Është vërtet, Ishte ajo dashuria për punën, ishte ajo bore e bardhë, po ishte ajo dashuria jone e bardhë, ajo puna jone e bardhë, e prekupuar dhe nuk e harroj Krisaq Dhamën, një regjizor i mrekullueshëm që ka dhënë filmin e parë, ka dhënë 2 filma me të, dhe erdhi me atë dashuri shoku, tamam artist, ndihmoi këta 2 regjizorë të rinj që kishin filmin e tyre të parë dhe vërtetet e tij kanë qenë të kryevepër Krisaq Dhamos, sepse duhet të jesh njeri, ai ishte me një zemër të gjerë për artisti, për të ndihmuar të rinj. Na ndihmuan shumë. Edhe në shëndet keni kujdes, se që ka ushqimi shumë i mirë dhe na ndryshon portreti. Nga çdo pikpamje për vërtetet e tija, edhe ata 2 djemët kanë punuar me dashuri, plotësuan njëri tjetrin. Ishin 2 mendje. Ishe braçja me Krisaqin, ishin një trup, një mendje, një shpirt, plotësonin njëri tjetrin. Një vullnet, një thjeshtësi. Që të ndihmon të presësh dhe vërejtë, të pyesësh edhe thjeshtësi. Po thjeshtësia është gjë më e bukur që duhet të ketë njeriu. Mos naqet kurrë. Edhe të jetë komunikues me njerëzit. Na u shkri dhe bora. Na u shkri dhe bora. Vetëm ca ditë pa xhirim, me 2 javë. Po, është e vërtetë. Mori telefon këtu në studio dhe na tha, "Çfarë bëni kështu? Pse xhironi? Nuk ka të borë." Po mirë, ne shikoni që Evropë ka të borë, po lere Evropën, më nuk kemi ne këtu të borë. Kemi ne në dardhë.
Pas 2 javë filloi të bora. Është e vërtet. Edhe që gëzimi jonë, se doni të marroni nga shpejt, doni që të bora të pason dhe kuadrin me kuadrin. Edhe nuk gjuruan vetëm në dardhë, po në kodrat e dardhës, që të bora të ishe deri në gjurë. Me këmë Kamet ato kolçinkat e mia u hapën dhe pastaj kur mbarova në një moment nga e ftohta se që mund të nxet kështu në përshjeta dhe më pikoi loti. Pikoi loti sepse ishte e dhimbshme. Por shqyr, vujtëm i çik po bëm një film të mirë. Dhe unë falenderoj të dy regjisorët, Ibrahim Muça dhe Krisaq Mitra. Kostumi Dardash. Atë film e blenë gjermanët. E blenë gjermanët e tha shqiptarët tha sfid I Wehrmachtit gjerman. Se nuk ecën neve në dëbor, po ecën në për ujë që se të Gjermani ishte I fortë, nuk e mundje dot, që është e vërtet. Manshuria e gravet, ecën në për ujë që mos lini gjurëm, dhe I çon gjetën qerdën partizane, I çon një copë buk, një palçarape, një trike, morën lan partizanën e mirë dhe morën partizanën e plagosur. Duke kënduar atë këngë dhe duke hequr nga një ndje mençur në një që sugjeronte. Ajo e plagosura. E plagosura si koles draboj. Pasa bukur. Çfarë detaj bukur. Falenderojmë shumë. Je shumë e mirë, je shumë e madhe. Faleminderit. Unë uroj nga shpirti që fëmijët tanë të rritën jo vetëm me nanë, por dhe me babë. Me 4 vargje, poetesha Vesa Vanela për shembull, na tregon ç'është rëndësia e babait. Titullohet Pasuria që më la I mat. E vetmja pasuri që më la I mat që s'më rriti, që në një grush lotësh të nxehtë, lot pendese para se t'ikte nga kjo jetë. S'jam pak. Unë I ruaj në përthellësitë e shpirtit, sigur të çmuar, si brilant, dhe ende mudhve të trish të fatit, me të vetmen pasuri që më la I mat. S'jam pak. Shumë bukur. Pra, e kam fjallën që I ka mungu babai. Me 4 rjeshta tregon sa I nevojshëm është babai në një familje, që do mos në rritin e fëmijëve, apo jo. Jemi gjithë dëshmitari, jemi gjithë prindër. Prandaj poetët tanë ngacmohen nga jeta dhe kjo është gjë më e bukur. Margarita, çfarë mesazh ke për ata që janë jetim? Mos më folë se e mrit vetë jetime. Atëre, aq më tepër. Është një boshllëku madh, të më bëj nëna mbi të gjitha, të që bën nëna se bën kush. Por është dhimbje do thoja. Unë më kam munguar dhe nuk e mbaj mend a flinte gjuma jo nëna ime, sepse ajo na vinte në gjumë neve në darkë dhe flinte e fundit vetë. Në mëngjes ngriheshe para, që të në bëndi në I trana në I petull. Dhe unë mbaj mend vetëm në këmbë. Dhe më kam betur si ëndër brenda syve, një zemër brenda zemrës, kam betur si një pasuri, si një model, edhe nuk vyshket shpirti im dhe nuk më lodh malli për ta. Keni jetën të vitoni. Faleminderit. Jetë gjati. Lavdin nënave. Ka shumë jetim vetëm shpinë fëmis për shembull. Ka shumë edhe nënave dhe ngjelën në shpinë fëmis. Edhe domethënë ç'a mendon ti që një jetim, a mund të çaj ti je një shembull I gjallë I asaj që një jetim çan në jetë. Bën figurë. Bën simbol. Pra nganjëherë shpeshherë mungesat të shtyjnë për të ecur përpara. Po patjetër, dhimbja. Ti a jepi mesazh kësaj kategori fëmijësh? Po patjetër, sepse e forcon dhimbja.
me thënë e forcon dhe ajo i jep krah dhe dashuria njerëzore, e ndihmon e nxit dhe krah për krah tyre ndjen me është ajo dashuria njerëzore që nuk të lën vetëm kur. Prandaj shumë raste ju ka munguar nëna ose babai, po ka qenë ky krah i fortë, do thoja, ky dashuri njerëzore, që kemi personalitete në shumë fusha që kanë qenë jetim, janë rritur me këtë mos kujdese, po mendoj që jetimi gjithmonë ka pasur këtë dashuri njerëzore, sidomos ne shqiptarët. Ka dhimbjen dhe ka artin brenda vetes. Po dhimbja arti del nga dhimbja, del nga malli, del nga lotë. Dostojevski. Del nga vështirësitë e jetës. Me jep një dhimbje t'jap një kryevepër. Ah, bravo, shumë e bukur. Që Kadri Roshi, jeti, Serafin Falko. Shumë artist. Shumë artist që kanë dhënë kulturë të jashtëzakonshme. Ashtu. Për cili është mesazhi i saktë që i thu këtyre fëmijëve, sikur ti drejtohesh direkt, ti thuash, ju që sot jeni jetim, që ju duket vetë sikur jeni pa gjë dhe të humbur në këtë botë. Mos e humbni besimin. Çfarë mund bëni ju? Unë më pëlqen fjala shpresë shqip. Shpresa është kryesorja e njeriut që e mban të gjallë, dashuria njerëzore që gjithmonë do dalin më mirë. Një poet thot kështu: është më e dhimbshme të mos ndjesh kur dhimbje, sepse dhimbja është pjesë e jetës. Një poet tjetër thot kështu: lotët nuk të sillin dhimbje, por dhimbja të sill lotë. Mos thuaj o Zot, unë kam një dhimbje, por o dhimbje, unë kam një Zot, kam një shpresë. Prandaj shpresa është ajo që mban gjallë njeriu. Diçka gjë e bukur do të ndodhi, se zën. Nuk shumë ka ndodhur në jetën time. Bukur. Se mos do të bëj këtë